Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në burg pasi apeli i GKK-s ka rrëzuar kërkesën e tij për ndryshimin e masës së sigurisë. Vendimi u mor nga gjyqtarja Saide Dollani, e cila la në fuqi masën arrest me burg pas rishqyrtimit të çështjes të urdhëruar më herët nga gjykata e lartë. Kreu i Partisë së Lirisë kishte ankimuar vendimin duke kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë, por apeli i posaçëm nuk e ka pranuar kërkesën e tij. Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 dhe deri më tani të gjitha përpjekjet e tij për t'u liruar nga qelia kanë dështuar. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK akuzon Ilir Metën dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi për korrupsion në 3 raste, pastrim parash, si dhe fshehje dhe mosdeklarim pasurie. Hetimet lidhen me çështjen e lobimit të ish lëvizjes socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me dosjen e njohur Qes Dia për këtë procedim penal. Meta mbetet i vetmi person ndaj të cilit është vendosur masa më e ashpër e sigurisë, ndërsa hetimet dhe procese gjyqësore vijojnë.